a mund gjete hajgare të bëmë këtë punë. Jenë ndër pak të atë vene, tash të gjo këto, që nuk i bën të hapuna çmimet energjisë elektrike. Ministre, para se me dalë, kisha thonë këshyri mirë email-at, se me bëmi i prokuroria aty në emailave, ti dyshoj që jeqe. Po, kjo nuk t'intereson, se dhe ashtu as kërkesën për KEC, për privatizimin e KEC-it, mas e hape këtë temë, ti nuk e dërgan se ti fshej informata. Atëherë, ministre, unë nuk e di dhe që përmerë mundin me dalë aty, se në qeverin tonë 259 milion euro ka arrit importi vjetor. Ministre, para se me dalë, kisha thonë këshyri mirë email-at, se me bëmi i prokuroria aty në emailave, ti dyshoj që jeqe aty. Po kjo e çështje tjetër. Qa deshta me thonë one, jena në qeveri ku kost vjen në hetime, se kryeministrin e kena inxhinier, i merr vesh mirë këto sene, ku kost ka me një hetim, që dyshohet edhe ka dyshimet pra të konsiderueshme për manipulimin e rrjetit energjetik gjithsesi të tregtisë në bashkëpunim me Elektroprivredën e Serbisë. Ndashta veç ta qartësoj kështu. Elektroprivreda e Serbisë është gjithashtu furnizuesi i Serbisë. Pra ata e ruajnë vetin, ana ku jena. Tjetra, gjithashtu e kena edhe të konfirmuar ndërkombëtarisht që ki hetim për rregullorën REMIT për NOA edhe EFT. Po, kjo nuk t'intereson, se dhe ashtu as kërkesën për KEC, për privatizimin e KEC-it, mas e hape këtë temë, ti nuk e dërgan se ti fshej informata. Gjithashtu, për licencën e EFT-s nuk më është dhënë informata. Për më tepër, në KEC tjetra, nuk është dhënë informata për mije. Pra, ku nuk jeni në gjendje, mi dhënë informatat më të rëndësishme të kësaj one nga duke nisë nga privatizimi KEC-ko, unë nuk e di që apë nisim temën tjetër. Jenë ndër pak të atë vene, tash të gjo këto, që nuk i bën të hapuna çmimet energjisë elektrike. A dikush është tjetër? Shqipnia edhe Bosnia e Hercegovina. Këto e ke pasën në Sekretariat të Energjisë, e që ti nuk e qela të im normal se ka edhe shumë gjëra tjera për të thënë tani. Tash, mas pare, ti kallëzë pse nuk i publikan informatat, tu nisë nga kontratat e shitjes energjisë elektrike që ti kom dërgu kërkesa, nuk i ke morë parasysh. Tani, pse nuk kallëzëm për hetimin që ka të bo me shkije, bashkështu ta folim këtë temë tash, edhe pse gjithë ky import i lartë kur 154 ditë kena prit për një termocentrale dhe e ke rrit kapacitetin për 37 MW. A mund gjete hajgare të bo me këtë punë ti mund? Unë ngritën një 20, mirë po konsideroj që më e rëndësishmja dhe më ndjeshmja ishte kjo që ka të bëj me koston e kapaciteteve ndërkufitare, që është e vërtet në fund të vitit 2024 kanë arritur çmime rekorde dhe të jashtëzakonshme në disa orë të caktuara, në disa ditë të caktuara. Me këtë rast dua ta qartësoj një gjë, jo vetëm për deputetën Ymeri, por edhe për të gjithë edhe deputetët edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Duhet i kenë disa çështje të qarta. E para është pyetje ndoshta, kush blen energji elektrike në Kosovë. Flitet thuajse energjinë elektrike e blen qeveria, mirë po ju shumë mirë e deni, edhe pse pretendoni që nuk e deni, që kjo nuk qëndron. Është me rëndësi me pas të qartë që as kosti nuk bën import të energjisë elektrike, mirë po, këtë e bëjnë furnizuesit e licencuar, dhe si që deni furnizuesi kryesor është KESCO. Kosti dhe operatorët tjerë të sistemit në rajon e kam për obligim që pas direktivës evropiane që shfrytëzimin e kapaciteteve ndërkufitare ta ofroj përmes tregut. Kjo bëhet përmes zyrave rajonale, përbëje zyra gjau, ndërsa për Evropën juglindore kao. Që nga nëntori 2020, kur është funksionalizuar kontrolin kufia po pavarësimi energjetik i Kosovës, si që referuhemi rëndom në jetën e përditshme, edhe Kosova i alokon kapacitetet ndërkufitare përmes zyrës SECAO. Aty tregtohen kapacitetet ndërkufitare mes Shqipërisë, Kosovës, Mualizim, Greqisë dhe Turqisë. Pra kosti alokon kapacitetet përmes SECAO, ndërsa zërreje ka përgjegjësim për të monitoruar ex ante, paraprakisht edhe ex post pas faktit zbatimin e regulativës, njëjtë siç i ka hetuar operatorët për sjellje gjatë krizës energjetike dhe KEC dhe KESCO për problemet me furnizimet dhe devijimet të cilat i ka dënuar me 12 milion euro. Zëreja ka deklaruar që janë duke hetuar këtë çështje dhe kanë vazhduar ta hetuajnë këtë çështje dhe gjithashtu me sa kam informata kanë kërkuar, e kanë referuar edhe të organet të tjera kompetente dhe gjithashtu kanë kërkuar edhe bashkëpunim ndërkombëtar për këtë hetim. Edhe ne, sikurse të gjithë ata që duan të ketë drejtësi dhe transparencë, sigurisht që mirë presim rezultatet e këtij hetimi
dhe dënimet e merituara në rast se ka